Kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur që në datën 24 janar të mbaj protestën e radhës kombëtare kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së sotme. Në mbledhjen e kryesisë së PD-s, Berisha deklaroi se protestat e vazhdueshme janë rruga e vetme për largimin e qeverisë Rama, ndërsa variantet e reja sipas tij janë iluzive. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen kundër tij. Nëse besojmë se Edi Ramon do ta marrin me vete dosjet dhe krimet e tij, ne gabohemi dhe nuk duhet të gabohemi. Edi Rama do keq përdor të gjithë pushtetin për t'u mbrojtur. Nëse ne presim që ai të bëhet përgjegjës nga drejtësia, të themi e SBA-s, që ka motiv të plot, qoftë me dosjen e Bilalit, qoftë me dosjen e Megonigalit, përsëri ne nuk jemi realist, pasi ky proces dhe ky problem është i komplikuar, nuk është një problem i thjesht, por ata që duhet t'i përvishen Edi Ramës duhet të jenë qytetarët shqiptarë. Unë mendoj se zhvillimet janë pozitive në krahun e opozitës. Janë 7 rezoluta që dëmkosin Edi Ramën, një lloj sa Maduron. Juve u kujtohet në San Paulo. Pika e parë e rendit të ditës ishte Venezuela. Pika e dytë ishte Shqipëria, për ngjashmëritë që ka Maduro me Ramaduron. Kam bindjen se partnerët tanë, kudo nga këto zhvillime, do të arrijnë në konkluzione të drejta për rrezikshmërinë e madhe që paraqet Edi Rama në pushtet. Vijoj Kreu Demokrat.